njoh personin tjetër, nuk njoh as edhe atë të tretin që kam futur, s'ju kam njohur ndonjëherë. Këtë personin kam pat fatin që në momentin që kemi ardhur këtu na është ngjitur mbrapa dhe e di shumë mirë, por gjithsesi unë di të them kaq që shumë faleminderit për çdo gjë që na ke ndihmuar, që e ke marrë GoFundin dhe e ke plotësuar gjithë shumën. Edhe për pjesën e lekëve që kanë thënë që ti i ke tërhequr lekët, dua ta sqaroj të them që lekët nuk i ke tërhequr asnjëherë ti. Lekët janë tërhequr për arsye lekët janë kthyer për arsye verifikimi nga banka. Si ti edhe shumë njerëz të tjerë. Lekët nuk janë marrë nga ti. E dyta. Jam veç unë. Nuk je vetëm ti. Një. E dyta. Për pjesën e spitalit, doktori nuk ka thënë në asnjë moment që pranvera nuk është e sëmur, nuk ka leuqemi, se si zotria në fjalë vazhdon e thot her pas here. Analizat që po priten, biopsia nuk ka dalë, ai ka vetëm letrat e discharge që mi ka marrë. Jo që ja kam dhënë unë, nuk ka shanse ai të shkojë në spital, edhe ai nuk di që fare se ku jam unë tani, dhe nuk kam se t'i jap llogari ose adresën ku unë jam tani, jam apo s'jam në spital, dhe plani që po pritet tani nga doktorët është për t'u diskutuar që pranvera do vazhdoj kimoterapinë, imunoterapi për 2 vite ose do vazhdoj me transplantin. Njërën ose tjetrën do bëhet me patjetër. Në qoftë se ju doni të prisni, sepse as unë nuk e kam të lehtë, kam presion, kam shumë histori që ai personi ka thënë dhe më shkatruar familja, nuk po e them më po më shkatruar, po na keni çuar në pikë të fundit. Na keni çuar të gjithë. Të gjithë se as ti nuk po e beson më këtë gjë. Unë të kam thënë të lutem. Unë kam një djalë që shkon në shkollë, edhe fëmijët krejt po mi folin, ati djali edhe po më qesin për me. E kuptoj shumë mirë. Nuk ka, ka dalë njëra se kam 10 ditë të musha familja, një gjanë nuk dullet me më mbrojt tani sen, me thonë, ora Alexi, prit se i kena thonë, ne me prit, me që analiza, me që, oj vajz, mos njërë se ishë nafa, për zotën ka zotësi, për mos njërë. Ma Alexi mos njërë. Ka zotësi, për ti nuk e faj në asnjë moment në këtë gjë nuk e faj ti, nuk ke asnjë gjë të bësh ti me këtë gjë, këtë po them, këtë po përpiqem të them. Nuk po të gjykojmë ty, përkundrazi po të themi faleminderit sepse ti na ke ndihmuar. Shqipëria, moj. Po nuk je vetëm ti që je në problem. Po, dorë, të Alex, mbajmë edhe ne përgjithësi. Një video nuk e meritosha unë për shembull, një sen me thonë, a nuk i shifni se çfarë të mshawa? Një sen nuk e meritosha. Dali përgjigja. Unë po pres të dali përgjigja. Për shembull me shpjegue se ç'a jeni tu prit, ç'a s'jeni tu prit. Ma shpjegue. Po pres të dali përgjigja dhe nëse nuk del përgjigja shumë shpejt, unë jam e detyruar të pres doktorin dhe të dish diçka. Jo çdo spital funksionon në të njëjtën mënyrë. Pa letër për thojmë, ja u tregu shtyneve deleve, këtij dele popull. A keni në letër? Keni ta e prit. Unë ta kam dërguar dhe ti e ke postuar në Instagram një letër për transplantin. Për këtu nuk ka ndalë akoma.